Sot dua t'ju çoj në një mbrëmje poetike, si fundjavë që është, jeta kulturore në Tiranë është shumë e mirë, kështu që qëndroni edhe pak se nuk do pendoni. Tash kush është tema e ditës, ajo që të shqetëson ti më shumë? Hajde ta diskutojmë çik fort të para 20.000 vetave në TikTok. Pedonale që ka mush me flamujt e BE-s, po ne jemi për gjëra vendase këto. Jemi për mbrëmje poetike, prisni edhe parprisni. Kjo është një nga rrugët pedonale më të bukura në Shqipëri. Është shumë e çuditshme që nuk ka shumë qarkullim. Ndoshta nga që janë institucionet zyrtare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe njerëzit kanë frikë të ecin. Aktiviteti ku po shkoj sot bëhet një nga ambientet më të bukura të kishës ortodokse. Kisha pas ka aktivitet, njerëz, besimtar, turist pafund. Ne jemi te kjo pjesa mbrapa. Bëhet fjalë për festivalin kombëtar letrar. Duhet regjistrim? Që nga shumë bukur, ha? Si yje këputen fjalët i flat pra shpirti,